procesi mund të vlerësohet që ka filluar normalisht dhe është duke vijuar normalisht. Sikurse është bërë publike, ka një raportim për një rast ku pretendohet për presion dhe intimidim të zgjedhësve. Patëm disa raportime edhe nga stafi në terren, por edhe nga përfaqësues politik të dy krave, të themi, pra disa partive politike, mbi prezencë të kandidatëve për deputet pranë qendrave të votimit, përsa i përket votimit elektronik në njësinë administrative numër 10 dhe në Bashkinë e Vorrës, raportimet që kemi marrë që prej orës 7 dhe deri pak minuta më parë, tregojnë që procesi aty është duke shkuar normalisht, nuk na është raportuar problem si për funksionalitetin e pajisjes, apo dhe probleme të tjera të cilat mund të afektojnë normalitetin e procesit votimit në këto 75 qendra votimi. Përfunduar dhe me një informacion që lidhet me pjesëmarrjen, është 13.54%, por ju këto mund ta konsultoni në kohë reale.